personi të dyshuar për spionazh dhe veprime armiqësore dhe për përhapje të ideologjive ekstreme katore në Kosovë, në dobi dhe interesat të shërbisë, ndjejnë për obligim të reagojnë qartë dhe me përgjegjësi, se ky person ka pasur tendenca të dëmtimit të imazhit të fesë tonë dhe të shtetit tonë. Andaj sigurisht e përshëndesim veprimin e institucioneve të sigurisë për kapjen e tij. Por gjithashtu ju bëj thirrje të gjithëve, veçanërisht të rinjve tonë që të kenë kujdes e mos binë prej e kurtheve të rrymave devijante që tentojnë ta njollosin fikun në vendin tonë. Andaj ju ftoj që mësimet fetare të merrni nga hoxhallarët e kualifikuar dhe të autorizuar anë të Kosovës nga Bashkia Islame e Kosovës. Dhe që të kemi kujdes që mos njëti një privat apo platforma të cilat janë anonime nuk dihet kush shndron pas tyre. Është detyrë e jona që ta ruajmë fenë tonë, ta ruajmë atë vegën tonë, e Allahu në madhësh me lutem që ta ruajmë vendin tonë, ta ruajmë fenë tonë. Edhe një kërkesë të vogël